Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Miqtë e mi të dashur, mirë se po takohemi bashkë me mua Dorontine, ndodhemi sot në fshatin prapa me e tabela shkruan Peçan, pra kemi orë në fshatin Peçan, komuna Suharekës. Janë bo ftesa të shumta me ardhë me vizitë në këtë fshat me emision. Ne erdhem dhe do e shihni fshatin Peçan përse afërmi, por edhe me u njoftë me vetë banorët e fshatit. Hajdini me neve! Dal nga dal erdhem në një pjesë periferike të Peçanit, një pjesë shumë e bukur kjo. Dohet me komentu që këtu ndodhet një restorant që verës është i stërmbushëm nga Mërgata. Është një pjesë shumë e bukur këtu ku mundeni me kalu kohën e lirë me familje. Po e le me kaq pjesën e restorantit, po du me komentu këtë pjesën që më tregun banorët se në kohën e luftës pikërisht në këtë vend është ndodh shtabi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në këtë fshat. Uniformën e ka pasur të veshur afër 80 banor, duke përfshi edhe Mërgatën që kanë ardhur dhe kanë vesh uniformën. Një tjetër detaj nga kjo më tregun që e mira në fatkeqësi është se kanë pasur edhe kuzhinën dhe ushqimin të mjaftueshëm në mënyrë që i kanë furnizuar gjithë banorët e Peçanit në kohë lufte. Miqtë e mi këtu në fshatin Peçan e takuam një banor i cili quhet Ylmet Fondaj, tashmë kam pranë dhe bëdojna me bisedu diçka për fshatin. Fillimisht po më intereson origjina e fshatit Peçan, që sa është i formuar si fshat, nëse dini më na tregu. Unë mund të them që origjinë për fshatit gojdhonat që janë përcjell për gjeneratave para neve. Si fshat kemi gjetë artefakte në dhejt gjatë punimeve të ndryshme gërmimeve. Kemi gjetë pllaka punune mas deshifrimit tyne në Institutin Tiranës. Ka dalë dikon që vendbanim bazë që aty në artefakteve që i takon domethënë mes shekullit 1, mes shekullit 2 edhe 3. Këto janë domethënë si burimet sakta që edhe sot në muzein Suharek janë ato artefaktet, ato. Ka që di me thonë për këta, për ndryshe si fillim, fshati është vendosë tu për shkak kushteve, burimi i ujit është domethënë në kryt fshatit, fshati shtrihet prej burimit në anën jugore të fshatit. Pozita gjeografike është njëna për më të mirave të mundshme në bazë të nevojave atëherë që janë vendos uji po, fusha po, edhe kullotat mali afër, domethënë këto kanë qenë arsyet që është vendosur si fshat. Po. Çka e karakterizon tjetër diçka fshatin Peçan? Fshatin Peçan e karakterizon burimi i ujit. Që do thotë keni ujë mjaftueshëm? Ujë kemi mjaftueshëm, po ujë s'kemi.
A keni, as keni? Uj, po tham uj ka, po Hajgore. mendova për mrena në për amvesninja, në për fshat, nuk kemi uj. Pse ku qëndron problemi? Po problemet qëndrojnë organizimi, punët, dora shtetit të na nuk e kemi ndije dorën e shtetit, si fshat gjithë shka është ndërtu këtu është bo me mjetëve të noke, duke ju falenderuar djemve tanë që janë botën e jashtme. Gjithë shka është bo këtu, tu fillu ndërtimin e fshatit, rrugët e fshatit, elektrifikimin e fshatit, edhe shkollën e fshatit, në Peçanjën bodhë gjithë shka me mjetëve të noke. Dorën e shtetit kur që kemi ndi. Ndodhë kene shumë shatra e njëjta gjë. Që kam pëlqenë Soarek në përgjithësi mërgjimtarët kanë kontribu shumë për vendlidjet e tyre. Të na është të theksu në kjo, dhe mund prej kohëna, unë që ditë dikon prej viteve 60 printe mi, kemi pasa gjallartë në Sloveni, që gërbeti para atëherë ka fillu. Edhe do të thotë prej aty në kohënave tek nena, na kena pas dhe mund organizim edhe nga ona gërbetçarve, po edhe nga ona e vend të në fshat, punën e kanë desht shumë, si banor të fshatit. Edhe këtu i gati i afrohemi gërbetçarve me punën shka bëjnë të tjerët këtu, ka që mirën me zeje të ndryshme, si ndërtime ndryshme, ka firma private që i punojnë shumë, kemi të një thashë edhe gërbetçartë, dhe mund të na onë punëtorët kanë punuar, njerëzit kanë punuar si banorët të këtij fshatit. Po përgjithësi si rajon, si Soarek, jemi nështë shembull, jo Kosovë, po edhe ma gjanë jemi shembull për punë që bëjmë. E vërtet, në fakt më kanë thonë që në fshatin Peçan është ndër fshati me banor të më punëtor të mundshëm. Meqenëse se në Soarek, në çdo fshat që unë ju bëj vizitë, çdo herë i gjejnë për puna, më tregojnë se çka bojnë, që do thotë e doni shumë punën. Është e vërtet, na si fshat, domthon kemi një pjesë fshatit që i kemi vneshtarien, një pjesë është kemi kullotat, livadhet, pjesa tjetër janë tokë punuse që milën kulturat e ndryshme, si gruni, misri, bahqe, mielin familjarët. Tani kemi edhe pjesën e malit kënjena, gjithashtu shfrytëzohet. Është shfrytëzuar ma herët, tani për momentin veç kullota nuk ka pak. Kemi një familje këtu që i marën dikun rreth 300-400 krerë dele, vetëm ai ka pjesa tjetër në për fshat e kanë një lopë, dikun 2 kështu. Një fshat i pasur me natyrë, po më pëlqen që e keni shfrytzu për të mirë, këtë pasuri që ja u ka thonë Zoti. Është e vërtetë edhe ajo, kushtet janë shumë dëvërletshme si fshat, onda në veriut e kemi bjeshkën Gallusha, ajo na mbron prej veriut, edhe këtu kultivohet, thash edhe më herët rushi, kultivohen pemt ndryshme si mollat, dardhat, pjeshkat, kulturat ndryshme gjithçka, po. Sa është braktisë fshati? Nëse dini me më tregu parafarsisht 1%, apo nëse e dini edhe në numër? Po, fshati është e dhimbshme, kjo pyetje se braktisja fshatit, jo tërësisht braktisje, po largim për shkak për kushte më të mira, për nevojat punës. Kanë gjetë njerëz të vetin në për Evropë, parafarsisht mbi 50% e fshatit nuk jetojnë në fshat. Një krahasim të vogël me thonë, me shkollën që kemi, dikon ma herët, me një animas lufte, kemi pas të 600 zonësa si fshat, tani kemi pak shumë pak.
Ky largim ka që i madh, ju ka dëmtu diçka juve si fshat? Normal që në ka dëmtuar, që nuk është jeta e vrullshme, që është e kënaqësia, ka mungesë njerëzve. Kjo është e. Po raportet me këta banor cilët janë, si i kemi? Raportet janë shumë të mira. Nuk njihet, hala do më në ka kohë. Unë për veti nuk njështë që ka pas në familjet nga të rrune me zveti. Gjithë shka është nivelin më të mirë të mund shumë si banor të fshatit. Edhe pse jemi 5 fise. 5 fise. Te i vonë edhe mu martu, që në martu me zveti vetë që i kanë pas raportet shumë të aferta me zveti. Tash po? Tash kanë fillu martesat, janë. Kanë disa raste. Shkollën e keni, xhami, çka i mungon fshatit përveç këtyne dyjave, qerdha apatet? Po qerdhe nuk ka. Thash edhe ma herë, dora shtetit të na nuk është shtrinj kur. Edhe pse është nevoj emergjente për qerdhe të fëmijëve, nuk kemi qerdhe. Objekti është shkolla, ka dhomat mjaftueshë, hapësin, po nuk e di pse, kështu. Jemi në një farë forme si të nemun me konë. A ndoshta ndodh kjo për arsye se është bo largimi shumë nga pjesa e banorëve dhe nuk e shohin të arsyeshme me që kur largohet familja bie edhe numri i fëmijëve. Po nëse ofrohen kushtet për me pas qerdhen, me pas organizimin mrena fshatit duke ndihmu shteti, edhe banorët nuk do të ishin larguar. Po gjithë shka e në largu për kushte më të mira me lyp. Rini sa ka mbet? Rinin ka shumë pak, se në momentin që rinia bëhet si fuqi punëtore, ikin. Këtu s'ka mundësi punësimit. Gjithë shka që bëhet këtu punësimit, si gjithë ka në për Kosovë, vetëm farofisi, afërsia mes tyne, ata i punësojnë. Pjesa dërmuse duhet me ikë. Duhet me ikë më punësuar në për Evropë, në për botë ka më. Kemi në si fshat, kemi në Amerikë njerëz që kanë dalë atje punojnë. Kemi më së flasë për në Evropë, nuk ka shtetë në Evropë që nuk ka banorët tanë të punue, me familje, kanë morë edhe familjet me vete. Por që e mira e gjithë kësaj është se mërgjimtarët edhe pse nuk jetojnë këtu, vazhdojnë me investu në fshatin e vetë. Kjo ndodhë në shumicën e fshatrave sa më hara me qenë në suari. Është shumë e theksune për neve si fshat në Peçan ndihma e djemve tanë që janë botën e jashtme. Ja vjap një informat saktë në kohë, gjatë kohës luftës 98-99, fshati jonë 2 herë është djeg nga forcat serbe. Për një periudhë shumë të shkurt, 2 herë jeni shkrumu. 98, gusht 98 është djeg, kështu ta thamë, me shifra vetëm 3 kulma janë, 3 shtëpi që kanë pështu pa u djeg. Fshati numëron 500 shtëpi. Andej mas kësaj pjesës, keni arrit me uri me këmbë, me u ndërtu? Duke ju falenderuar mërgjimtarëve që janë jashtë, është organizu jetat e karar, është rindërtu fshati edhe kemi vazhdu jetën. Pastaj edhe një herë. Pranë verën e 99-ës, prap është djeg që është vija frontale me Serbë që jenë konë, është fshati. Slapozhani, Peçani, Reshtani, kjo ka qenë vija mbrojtëse ku jemi kanë të pozicionuar si ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe për shkak afërsisë me forcat serbe jemi kanë gjithë në shënjestër edhe jemi djeg 2 herë. Po 2 herët duke ju falenderu djemve tarë që janë gërbet, kemi ndërtuar, kemi organizu jetën të krarë, vullneti i madh për me jetuar, edhe pse në vanxhiven e dytë 99-ën asë një banor në fshat nuk e konë, që janë për zonë për i fshatit, prap kanë arë në qëto gërmadha, kanë fillu jetën, kanë rindërtu fshatin të krarë me mjetëve të nake, pa i tha kuj falemderit.
Po shpreh dëshirën nëpërmjet kësaj interviste me i përshëndet gjithë mërgjimtarët e fshatit Peçan dhe këtu po ju falenderoj edhe juve për kohën, ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia dhe himja ju falenderit juve që na keni zgjedhë neve si fshat për me bo programin. Faleminderit, nderuar me respekt. Jeni me shtemi shkëputemi për pak qaste për të kaluar në pjesën e dytë të fshatit. Qëndroni me neve. Momentalisht në këtë fshat mbizotron qetësia absolute, ndoshta edhe jemi drejt dimrit, ku ashtu e zëmt. E kemi pak të vështirë me taku banor, por shpresoj që gjatë rrugtimit tonë ka me ndru kjo gjendje. Po ndalem po e komentoj për pak qaste momentalisht çka jam tu po në këtë fshat. Po m'pëlqen rruga e cila është e shtruar me kubza, por në anën tjetër mungojnë trotuaret. Përveç kësaj, nga pjesë e trotuarëve ishin në gjendje me therra, lulishte, çka janë këtu, se s'po dia si me i quajt, therra, kështu tamam shqiptarçe. Gjë tjetër çka po ma tërheq vëmendjen ashtu është që nuk janë të mirë mbajtme, me i kusit paka, me bon një farë zbukurimi ashtu. Shtëpit i kanë shumë të bukura, në këtë fshat më kanë tregu, në fakt ftesa që ma kanë shkru, në fakt ftesa që ma kanë bo, shkruan të se në Peçan janë ndër banorët ma punëtor që i ka e gjithë Sohareka. Ne po vazhdojmë kështu, po e shofëm fshatin, po njoftohemi, po shpresoj që kemi me taku banor. Një banor prapa kamerës mi ka thonë shumë informacione, por nuk pranon të prononcoj për shkak se ishte ashtu i mlefosur me jetesën këtë fshat dhe tha mos po e bëj bërllog krejt, kështu s'po dal heq, por që ato informacione gradualisht do shkoj duke ja u tregu çka më ka thonë, ma ka përmend kanalizimi, po më duket që veç jem të e po kanalizimin, hajde po afrohem, është fix kanalizimi, edhe po kondërman me qtemi. Do thot, më ka tregu që gypat janë të vendosur, por që po duket se janë të blokum dhe si pasoj e kësaj ka dollë gjithë kanalizimin në sipërfaqe, pra ujrat e zeza. Përveç kësaj edhe po kondërman, normalisht për banor nuk është e mirë as pak jo, i pengon në procesin jetësor. Jem të e po një shej i reshtan, se di a mundet me fillu nga këtu fshati reshtan apo se di si mja bëmë reondi, a me vazhdu. Ju e dini se në gjdo epizod kemi me pas fshatre të ndryshme. Një fshat ka me pas komplet një epizod, do thotë se cili ka me qenë i selektum ashtu radhë me radhë, po shpresoj që nuk jam të jahuq. Hajde ne po vazhdojmë për pak qastën në këtë rrugic, edhe kjo pjesa këtu është e shtruar me kubza, është një sipërfaqe bukur e madhe, gjë që mundet me i zonë 2 makina, për shembull në lëvizje, po m'pëlqen kjo pjesa. Banorët tashmë që janë këtu vite me parë kanë jetuar në pjesën lartë e fshatit dhe këtë pjesë e kanë bërë punimin e tokave për bugoje, por me kalimin e viteve dalë nga dalë janë shpërngul, i kanë bërë ndërtimit të shtëpive dhe që tashmë jetojnë këto shtëpijat janë shumë afër njëna me tjetrën. Një tjetër detaj në këtë fshat janë afër 600 shtëpi që mundem lirisht me thonë 50 janë rezident dhe 50% tjetër është emergatës, pra e kanë lënë fshatin bukur si shumë si në disa fshatrat e tjera. Sidomos pjesa e rinis, përveç kësaj, një tjetër detaj është se në shkolla numri ka rënë me të madhe ka klasë që numëron vetëm 6 nxënësa. Normalisht me largimin e familjes edhe numrin nxënësave dukshëm vrihet. Po du me komentu edhe këtë pjesë, po duket një pjesë shumë interesante.
rrugë po m'pëlqen se janë gjithë kjo pjesë kaq e madhe, gjitha janë të shtrume me kubza. Përveç kësaj, në këtë fshat gjitha ndërtimet, investimet, çka do që shihni sa i përket fshatit veçan janë gjitha nga banorët bashkë me Mergaten. Pra, më tregun që në këtë fshat mas shumti pjesa e Mergatës kanë investu për fshatin, jo si në fshatrat tjera të Soharekës, pra është ndër fshatrat e para që investimin më të madh e ka bërë pjesa e Mergatës, cilë ti përshëndesëm. Miqtë e mi, ndodhemi në një pjesë shumë të bukur të fshatit Peçan, jeni tu e pa prapa me e shihet tërësisht fshati. Ne e takuam edhe një tjetër banor, edhe e pyeta se ka me u fokusu më shumë që ja vlen vetit e fshatit, edhe ai na ka sjell pikërisht në këtë vend. Pse na ke sjell në këtë vend? Ju mësua këtë vend se jam mos ambityqi të burimi të vella, të ujë pishëm. Me qëmë se me shini bazeni që shështë, as ka derë, as ka kërgjën, mund me moca, me qenë, me gjithë sërë mund me arë në bazen, që të ujë në mund me përdojrë të ujë në pishëm. Ne tash do shkojmë të i marrëm edhe pamje tash, por para se me shku atje po më interesën, kujdes ondi, para se me shku atje po më interesën pse ka mbetë në gjendje kështë. Ka me këtë gjendje se që 8 vjetë kryetore si është, Lima Remaj, me thonë se janë ka qyre këtë me nëjqë ujë në vëllas në sanë nuk ka nësjes. Qërë mundu me nëjqë, edhe ka me ujë që shtu Një bukuri natyrore, një thesar të them ashtu, si që është burimi vrella, me e lënë këtë gjendje, po ju si ja beni sa i përket ujtë? Me çka peni? Që shfornizoni? Kemi edhe pusit, kemi bunat, kemi qelën, në përshpia, dikush e kemi shtu të marrë në zezën këj ujë vjen, ja vjen, nërës vjen. E këta ujë e shfrytëzoni për diçka për shembull për toka, ujitje? Jo, ja se frytëzoni. Hiç? Ky ujë shkon drejtë në rejkat. Vetë shetitet kështu. Shetitet, po. Përveç vrellës që e kemi këtu, ka diçka në këtë pjesë që jemi kështu krejt lart, në lartësi mbydetare të fshatit Peçan? Jem të e pa gjami? Gjamia është, atje burimi është manjat, është në 100 metra manjat është, burimi vjen pisu, vjen të bazenit, bazeni tjetër është maru që atje, që 10 vjetë është maru, edhe e së është në shpërzim këshenjë. Më thonë, veç kanë fillu punimet edhe kanë mbet ashtu? Unë dhe për e par, 10 vjetë është si edhe ka me qashtu kanë. Për keqardhje, gjithë këto shtëpia që jemi tu i pa, mundeni me na tregu parafërsisht sa banor janë, sa e kanë lënë fshatin, shkurt e shqip sa shtëpia janë me dry? Po me dry janë të gati të një 250 shtëpi të më konë. Me dry. Mrekia 300, shpesh 250, po një 3500 banor janë. Momentalisht? Jo, këtë si janë... A, këtë Peçanin, po? Këtë Peçanin, shumica janë gërbet. Shumica janë gërbet edhe qështu. Po një fshat si Peçani, po duket kështu i ndërtuar, pse e kanë lënë? Po, e kanë lënë se si mas papunësia, sërë dhe jenë dorë në mërgim. Po familjet cilat jetojnë këtu me çka mirën, çfarë punë bojnë? Shumica mirën me ndërtim, me bujqësi, letëri, me bujqësi që do një. Jo njeni edhe si shumë punëtor, po më intereson tek pjesa e tokave, sa po vazhdoni me i punu, edhe sa po ka lavërdikje punësat. Po për tokë janë t'i marrë një 2-3 vetë, janë t'i marrë tokën e Peçanit, janë t'i marrë një Fagjemal Fetiu, janë do tjerë t'i marrë, kanë 25 hektarë, 30 hektarë i kanë punu ata vetë, shumica ata i kanë marrë. Si kanë punu tokët e në fatë Peçanit. A ka familje që mbahet sa i përket punimit tokave? Do thotë që e ka bogoje. Ata shumica kaj thash si mirë bukë në përfura, si për marrën shënë në konë, si... Raportet si janë me banorët? Raportet me banorë mirë, keqë s'kem me kërkon hiq, i qojnë e mirë, s'kem në senë me thamë, të shomë me këllame në senë mirë, tepër mirë.
A ka, po më intereson si fshat kur është ndërtu kështë sfundmi edhe nga kosh? Keni pas ndonjë mbështetje nga komuna, apo ndoshta ju vetë banorët e keni ndërtu fshatin? Nga komuna s'kemi pas asgjë hiç. Këtë fshati u ndërtu me metanake, fuqinë e vetë një isha ka pas. Po mërgjimtarët? Mërë mërgjimtarët kanë kontribu shumë, për fshatin Peçan edhe kontribu një ala. Ata, pa. Shenë shtëpi të bukura, është për keqardhjet cilat i kanë drynat. Po, shumica si tërgova une, 250 shtëpi, 300 janë mbyllne janë. Janë mbyllne. Ndën që kanë me u kthy mjetet. Vallai s'besoj. Ja, nuk besoj si kthehen. Nuk kthehen ata nuk kthehen. Edhe nëse ishin bë kushtet tamam të mira kështë për jetesë. Po, edhe mu bë kushtet jenë ftov. Mo jenë ftov njës, mo nuk besoj si kthehen. Po, e kanë ndërtu jetën. Kanë marrë familjet me veti, fëmijën me veti, gratë me veti, kanë atje. Shumica kanë me të pleq kanë me. Sigur na i moshën 60 vjeçar. Nxanca kemi pas nxanca 500, nxanca 600. Këtë kanë me 150 nxanca janë në shkollë, në shkurt. Është shkolla fillore, po. Shkolla fillore. Në cilën pjesë përafërsisht ndodhet? Në qatë pjesë janë. Po besoj që kemi me pa na gjatë rrugtimit tonë. Edhe për ato çka nuk arrimi me i pa na, gjithsesi me drënë si çdo herë do i keni pa me të shfaqura. I ndrum, faleminderit shumë për kohën. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Respekt dhe ju. Jemi drejt fundit të emisionit sa i përket sot qëndrimit tonë në fshatin Peçan. Kam ardhur tek burimi kryesor i ujit i cili ndodhet në këtë fshat, por që fatkeqësisht e kanë lënë në gjendje të mjerueshme. Unë po afrohem për pak çaste dhe po e komentoj, për para se me u afru tek burimi kryesor, po du me komentu këtë pjesën ku tashme ujin e kanë kalu në atë pjesën andej dhe këtu nuk ka ujë momentalisht, si që edhe tu e po, për shkak se atje i kanë bërë ca punime. Më ka të regu një banor prapa kamerës që këtë në here në këtë pjesë kanë pi ujë bagtit, përveç kësaj edhe gjitha gratë e fshatit Peçan kanë orë këtë dhe i kanë latë teshat me këso paruj, ka çdo diçka me dros. Në këtë objekt janë pompat e ujit, ne po vazhdojmë këtë pjesën kënej me kalu me po përse afërmi. Ande, hajde lëm sheftas. Një banor prapa kamerës më tregoj që këtu është ndodhë shpella ku dhe ka burujnë, po afrojmë gjithsesi me pa përse afërmi. Përveç kësaj më duhet me komentu që banorët janë anku përse tepërmi për shkak që punimet janë lënë zvar, përveç kësaj ka gypa që i kanë vendosur privatisht, do thotë kryetari i komunës së Soarekës vetëm ka fillu me punime dhe i ka lënë në kësaj në kësë gjendje si që jeni edhe tu i po momentalisht. Ne po afrohem për shumë nëse arrimi me marrë pak spomje nga kjo pjesa ku edhe burën ujë, por mjerisht dhe fatkeqësisht ky ujë nuk shfrytëzohet për pije. Do thotë një burim kryesor për jetesë. Nuk mundesh këtë ujë kaq të mirë me shfrytëzu, do thotë ka mbet kështu në kësë gjendje e të mërshme. Kjo ishte pra e tëra që kemi përgatitur sot në fshatin Peçan, komuna Soarekës. Faleminderit për vëmendjen tuaj, ne shifemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirë mbetëshi!